الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالمدريم ذا الأذراضات إذا كوين الله جل جلاله يسيرنا فرجش مري navigaton me të mirat e tij. Salatet, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Imam Muslimi nxjerr një hadith nga Rabi ibn Ka'b al-Aslami radhiyallahu anhu, i cili thotë: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته. I kam shërby pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kam kalu periudhat të kohës me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në shërbim të tij, dhe një ditë i afrova ujin për me marr abdes dhe atë çka ai pat nevojë. Faqala li, dhe më tha mua, sel, kërko diçka. Fakultu es'aluka murafaqataka fil janna. I thash, kërkoj shoqërimin tënd në xhennet. Tha, au ghayra dhalik, diçka tjetër. Qultu huwa dhak, i thash, veç këtë pa kërkoj prej teje. Qal fa'inni ala nafsika bi kathrati as-sujud. Më tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë më ndihmo mua për ty duke bëti shumë sejdë. Ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jep mesazhe të shumta. Do të mundohemi të shkoqisim disa mesazhe për këtij hadithi, i cili është i shkurtë dhe për dikant ndoshta edhe jo shumë domethënës. Fillimisht në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas shumë prej sahabëve që i kanë shërby. Rabi ibn Ka'b al-Aslami ka qenë prej të varfërve, prej fukarave të shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka shku dhe ja ka propozu vetën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që t'i shërben atij. Që e dim edhe rastin e Ghumaisas radhiyallahu anha, e cila e mori djalin e saj të vogël dhe ja dorëzoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që t'i shërben atij.
dhe ky djalë i vogël i shërbej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 10 vite. E ky ishte Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Po ka pas shumë njerëz që e kanë ndihmu, i kanë shërby pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një prej tyre, Rabi ibn Ka'b radhiyallahu anhu, thot, kalova një periudhë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në shërbim të tij. Një ditë i ofrova ujin për abdes, dhe diçka që ai pat nevojë dhe më tha, kërko diçka. E para, sa është e rëndësishme apo çka përfitojmë prej kësaj pjese të shërbimit që sahabët ja kanë dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kanë thënë dietar prej kësaj nxjerrim dobi se kjo duhet të jetë e vazhdueshme nga ana e muslimanëve, që ata të jenë të vazhdueshëm në shërbimin e dietarëve, në shërbimin e hoxhallarëve. Për shkak se dietarët janë trashëgimtarë të pejgamberëve. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa inna al-ulama'a warathatul anbiya." Me të vërtetë dietarët janë trashëgimtarë të pejgamberëve. E me vërtet pejgamberët nuk kanë lënë pas vete as dinar, as dirhem, as euro, as dollar, po kanë lënë pas tyre dituri. Kush e merr këtë dituri, ka marrë diçka shumë të çmueshme. Ata të cilët e kanë marrë këtë dituri janë dietarët. Ata të cilët e kanë harxhu veten e tyre, e kanë sakrifikuar veten e tyre për të arrujt hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për të arrujt fjalën e Allahut subhanahu wa taala, për të arrujt kuptimin e shpalljes në kuptimin e të parëve tonë, janë dietarët e muslimanëve. Dhe muslimanët obligohen që të jenë në shërbimin e dietarëve. E si ndodh apo si realizohet shërbimi i dietarëve? A ka diçka më të madhe pas pejgamberisë se sa kërkimi i turist? Nuk ka. Nuk ka lanë diçka më të madhe. Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam diçka më të madhe se sa ilmi, se sa hadithi, se sa ajeti, se sa kuptimi i fesë Allahut subhanahu wa taala. Kanë thënë dietarët, qeveritart apo sundimtart janë sundimtar mbi njerëzit. Ata janë mbi njerëzit, kurse dietarët janë mbi pushtetarët. Për shkak se një fjalë e një dietarit i argëzon komplet pushtetin pushtetarit. Një fjalë, një fetva, një po, një ban, një ani i argëzon pushtetin pushtetarëve. Nuk ka diçka më të madhe se kjo. Dhe për këtë shkak, jo besimtarët dhe pushtetarët e pa drejt, punën më të madhe çka e bëjnë, është ti mashtrojnë dhe ti mahnisin dietarë dhe xhallarët. E kur dietarë dhe xhallarët binë në fitnën e pushtetarëve, atëherë letë është në popullatën. Atëherë është letë në popullatën, për shkak se pushtetin janë mba hoxha. Për shkak se pushtetin janë mba dietari i cili ka rënë në fitnë, Allah na ruaj prej këtyre fitnëve. Ka thënë dietarët, si mundemi na me shërbi dietarëve? Se kena mundësi na të arrim këtë gradë që kanë arrit shokët e pejgamberit sallallahu me pejgamberin sallallahu që i kanë shërby pejgamberit sallallahu, e ata i kanë shërby pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për shkak të pejgamberisë, për t'ia ndihmuar pejgamberin, për t'ia lehtësuar pejgamberin, për t'ia shpërndar shpallën që ka marrë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Than, duke i respektuar ata. Duke i respektuar ata dhe duke ia ditë vlerën dietarëve. Kur të flitet për dietarët, me pas kujdes shumë të madh. Për shkak se një jetë të tërë e kanë harxhu për kërkimin e diturisë Allahut subhanahu taala, diturisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj me këtë dituri i shërbejnë fesë Allahut subhanahu wa taala. E dyta, shërbim i madh që u bëhet dietarëve është shpërndarja e diturisë së tyre. Në këtë kohë
kohën tonë moderne, shpërndarja e ligjëratave, shpërndarja e librave, shpërndarja e fetvave. Për dikon është habe se s'ka lidhe, habe se s'ka det. Kjo është respekt edhe shërbim ndaj dietarëve. Qysh ka qenë shërbimi i shokëve të pejgamberit sa për pejgamberin sa stem, me ja shpërndar diturinë, hadithin e kanë dëgjuar dhe kanë shpërndar. Njëjtën më bëdhen asot. Dhe duhet me bëdhen asot. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, le të transmeton prej meje ai që dëgjon tek të tjerët. Sot në kohën tonë shumë e thjeshtë është. Shumë e thjeshtë është me bën një shpërndarje të ligjëratave, të librave, të fetvave, të thënieve të dietarëve që përhapën në rrjetet sociale. A khejri, e mira, bereqeti kësaj, vallahi nuk e kina idenë se çfarë bereqeti ka. Vallahi nuk e kina idenë se çfarë bereqeti ka. Sidomos në kohën tonë moderne. Ti ndoshta e ban një sharë në Facebook ose rrjetet sociale. Dhe për ty ajo nuk kushton kur gjallë. Dhe ka mundësi ti e ke një shok të shkollës mesme, i cili është prej një fshati, një qyteti tjetër, dikon Bjeshk. Ti me ata raport s'ki kërkon. Çaja shpërndarje ka mundësi mu bë sebeb i udhëzimit atij atje në Bjeshk. Edhe pse është larg ligjëratës. Edhe pse është larg dietarit. Edhe pse është larg fetvas. Me një klikim vetëm. Vetëm me një klikim. Dhe rastet të tilla kena shumë. Praktikisht, rastet të tilla kena shumë. Vjen dikush dhe thot, o xho, ligjëratat e tua ndëgjoj. Pikëti, filan fshatit në Bjeshk Tetovës dikun atje. Ti sta merr meja që atje kam një ligjërata, atje kam një ligjërata. Çish arrivet të ligjërata? Duke e pa dikush muslimanëve në shpërndarje. E thjesht apo? Andrejti shumë i madh. Dhe kjo është për respektit, dhe kjo është prej shërbimit të liturisë, të fjalës Allahut dhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lehtësimi çështjeve të tyre. Me ja u lehtësu çështjet që kanë nevojë dietar për xhallat. Prej respektit edhe prej shërbimit të fjalës Allahut subhanahu wa taala. Me ja u lehtësu çështjet, çuçi kanë lehtësu çështjet, shokët e pejgamberit sallallahu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po pejgamberi sallallahu ka qenë kategori shumë e lartë. A e dini se kalin që ka përgatitur Abu Bekri për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për hijret, ja ka paguajt. Ja ka paguajt. Që në alon neve mësim që xhamati muslimanët duhet me dhënë maksimumin me ndihmu djetarin. Nga ana tjetër ne kam mësuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që mos me marr. Me pas kujdes, me zgjedh fukarallokun, me zgjedh të hekmën, mos u prej luksit. Edhe këtë pikë. Po kjo pikë, nga jeta, nga kjo hadith i pejgamberit sallallahu nga Rabi ibn Ka'b radhiyallahu anhu, na tregon se sa të zellshëm kanë qenë ata për me ndihmu fenë Allah subhanahu wa taala. Pse? Se kur e ndihmon dikush pejgamberit sallallahu e ka ndihmu fenë Allah subhanahu wa taala. E ka ndihmu fenë Allah subhanahu wa taala. Kur dikush e ndihmon ndonjë hoxh me diçka, le ta dihet që është duke ndihmu fenë. Le ta dihet se është duke ndihmu fenë. E kur ta ndihmon hoxhën apo dietarin, le të shpreson prej Allahut, jo prej hoxhës. Le të shpreson prej Allahut subhanahu wa taala. Një ditë thot ky sahabi, ja dërgova ujë pejgamberit se me rabdes, dhe diçka që ai pat nevojë. Dhe më tha, kërko diçka. Lyp. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur dikush u ban një të mirë, shpërblejeni. Kur dikush u asos një punë, e bën një bakshesh. Kjo sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ta asos dikush një punë, jep një dhurat, jep një bakshesh, jep një shpërblim. Edhe në qoftë se dikujt ai asos një punë dhe të jap një shpërblim, pranoj shpërblimin, nuk ka problem. Pranoj shpërblimin, nuk ka problem. Është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në këtë mënyrë mbahen zemrat e besimtarëve të lidhura. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha, kërko, lyp.
fukara. A e di çfarë fukara lëku? Fukara që s'ka pas shtëpi. Fukara që ka flet në xhami. Fukara që në xhami është ushqyer me atë që ka pru dikush për muslimanëve. Qose ka pru dikush për muslimanëve bukë me ëmbër, kanë hangë. Qose s'ka pru, e kanë kalu ditën. Ja kanë bërë dyqysh. Kësi fukarallëke. Në këtë fukarallëk, pejgamberi më i mirë i Allahut, kryetari i muslimanëve, kryeministri i muslimanëve, kryekomandanti i muslimanëve, më i madh i muslimanëve, thot lip diçka. Çka kishme lip na në zamanin tonë? Fukaraja kishme lip pare, për asaj që na e dina në kohën tonë. Beqari kish lip ndaj nuse. Dikush që ka punë, do një borç, kish me thonë mjala borxhin, me atë ka këtë problem, me e su këtë çështje, edhe kështu më radh. Në çkëtë gjendje ky sahabi pejgamberi sa mi thot, kërkoj shoqërimin tënd në xhennet. Do më thonë, qysh jam me ty në këtë dunja, qysh jam me ty afër në këtë dunja, duke të shërbyer ty në këtë dunja, kam qef edhe në xhennet më kom bashkë. Ka thonë dietarët, kjo është me pas sukses lutje. Me pas sukses, apo pak ma gjanë, me pas sukses në shfrytëzimin e shancave. Me të dhënë shanca. Tipët shanca e shfrytëzon. Jo se cili ka sukses, më thënë. E dim, një ngjarje tjetër që ka ndodhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë në udhtim dhe gjatë udhtimit është dalë me një vend me pushue, dhe në atë vendin e kanë gostit, i kanë dhënë me hangë me pi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe i ka thënë atij personi, kur të vish në Medinë kërkon mua, lypo. Ka ardhur në Medinë pas një periudhe kohore, ka shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka pa, i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lyp diçka. Atë mirë që ma bën atje, po duhet me ta shpërlyt tash. Kërko diçka. E njëjta fjalë. Çka do? Ky sahabia që ka qëndruar në xhami, fukara, në xhami ka qëndruar. Ky me pejgamberin sa më kon për ditë. Ky ka thith për pejgamberin se sem shumë. Edhe ky nomadi që ka jetuar shkretin. Të dy ka thonë lyp. Ky nomadi ka thonë e du një qenë. Një qenë e du për kafë, me muxhin. Ka thonë për nësën diçka tjetër. Ka thonë një shërbëtore, me më shërbyje. Një shërbëtore. Ka thonë pejgamberi se sem, as mujte me lyp që shka lip ajo plaka bën Israelve. As mujte me lyp diçka që shka lip ajo plaka bën Israelve. Që ka lip ajo plaka bën Israelve? Ajo plaka bën Israelve, kur është dosh me u shpërngul bën Israel për një vendi me një vendi, e kanë pas kusht me e marë trupin të Jusufit alayhis salam. E kanë pas kusht me e marë gjenazën e Jusufit alayhis salam me vete. Dhe vinë të Musa alayhis salam dhe i thojnë veç një plakë dhe ku avari. Shkojnë të e plaka edhe e pysin, thotë po, në va të regoj varë, më në dush problem për këta. Çfarë problemi? Xhenneti. Xhennetin e du. Sikur Musa alayhis salam ka duk shumë kjo. Si dush më të regu, xhennetin e du. Pejgamberi sa më ka thonë këto nomadi, as mund të më lyp barëm si ka plaka për sa lip diçka të madhe. Ky sahabi pejgamberit alayhis salam i ka thonë du shoqërimin tanë në xhennet. Ka pas nevojë për gruaje, ka pas nevojë për parë, ka pas nevojë për mjet udhëtimit, ka pas nevojë për shtëpi, ka pas nevojë për gjithçka, ka pas nevojë. Ka pas nevojë për një kafshë të bukës. Ka pas nevojë për një serviç koston, sa më ka përcjellur ti. Çu ka pas nevojë? Ka thonë tort, këtu është bereqeti në shfrytëzimin e shancave. Bereqeti në shfrytëzimin e shancave. E ka shfrytzuar shancën. I ka thonë, e du shoqërimin tanë xhennet. Dobi tjetër, kanë thonë dietar, dobi tjetër që nxjerrin tek kësaj është bereqeti i shoqërimit me njerëz të mirë. Varësisht shoqërisë që rri, çasti synime ki. Rri me mujahida, do më bëj mujahid. Rri me xhallar dietar, do më bëj dietar. Rri me biznesmen, do më bëj biznesmen. Rri me ato që rinë kanë tërë, 24/7, çashtu do më bëj ti.
Rrem ato që vinë me futboll, edhe ty hyn filmin e futbollit. Me çfarë shoqërie të rish çasi filmi ball. Çasi ideja do kryen tonë. Tash ky sahabi kush ka qenë? O kon fukara, kon kështu, ama kon prej sa ju që kanë në xhami, kanë flet në xhami. Çka kanë ndodhur te muslimanët, ato e kanë pa. Abu Huraira, Rabi ibn Ka'b, edhe shumë sahabi tjerë që kanë qëndruar në xhami. Çka do që ka ndodhur, çdo delegacion që ka ardhur, çdo informacion që ka ardhur, çdo punë që është dashur më bë, çdo iniciativë që ka bërë pejgamberi sa këtë humbi në xhami. Këto persona kanë qenë në xhami me pejgamberin sa Pra këto kanë qenë shoqërimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam 24/7. Dhe këto kanë thirr prej moralit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kanë thirr prej edukatës së tij, kanë thirr prej syrit që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka I tha Xhibril alayhis salam momentin e vdekjes? Tha beli rafiq al-a'la. Jo, unë duk shoqërimin e lartë, du takimin me Allah. I tha, a do jetu në dunja, jeto sa dush. I tha, jo, e du shoqërinë e lartë, e du takimin me Allahun. E këto sahabi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e tha këtë fjalë, a e tha ashtu vetë si ju më tek me dhana, jo për këtë fjalë e ka jetu këtë jetën. Një jetë të komplet. 23 vite pejgamberis e ka jetu për këtë çast, për këtë moment, për këtë synim, për takimin me Allah subhanahu wa taala. Këto sahabi që kanë jetuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kanë pa me si të tyre këtë synim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe I kanë thënë e du xhenetin. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "U ana dhalik, po diçka tjetër?" Tha, "Jo, ç'ta e dua." Këtë du, nuk lëshoj pe. Nuk tha, "E po, tamam, sallallahu alaihi wasallam, ai, jo, tha, këtë du." Shoh të Allah. Ka shans ta shfrytëzoja, se mo ka mundsi nuk vjen për zyt. Ka mundsi nuk vjen për zyt. Wallahi njerëz të bereqetshëm nga ana Allah, që Allah ka dhënë bereqet janë ata të cilët Allahu ka mundsuar me shfrytëzoj shancat. Wallahi e shfrytëzon shans. Do të më ndihmu dikam. Shfrytëzoj shancën. Jepë vallahi edhe se stup kur gjao. Nuk do kur gjao me ty. Do të më ndihmu dikujt në një thes me vet. Shfrytëzoj me shancën. Por ti do të shtosh e vogël, do të nuk vjen as shans. Ndoshta me çfarë vepër e fiton xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. 59 do ndoshta me çfarë vepër e fiton xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Shans. I tha xhenetin. Tha diçka tjetër? Ja, tha veç këtë. Veç këtë inshallah. Ata I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa inni ala nafsika bi kathrati as-sujud. Tha atëherë ndihmojëm për vetën tënde me shumë sejdë. Çka për qëllim tash me shumë sejdë? Me rrohesh në sejdë me një sejdë. Jo, me bësh shumë namaz. Qëllimi I hadithit pejgamberit se është ndihmo mua duke bësh shumë namaz. Farzët, për farzët nuk diskutohet. Me bësh namaz nafile shumë. Por shkak se nuk ka namaz pa sejdë, apo me bësh shumë sejdë. Por sa sejdë më bë, edhe rukuz më bë. Do më vetë në qiyam. Por çdo dy sejdë duhet kanë një ruku e kanë një qiyam, patjetër. Por çdo dy sejdë. Nëse I bën 10 sejdë, duhet 5 rukuja më bë. Duhet më bë 5 qiyam në namaz. Domethënë, ndihmon me shumë namaz. Ban shumë namaz. Kjo hadith I pejgamberit, kjo pjesë hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam edhe një herë na mëson neve se sa I rëndësishëm është namazi në jetën e besimtarit. Se sa I rëndësishëm është namazi për ngritjen e gradave në xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Se sa I rëndësishëm është namazi për përmirësimin e jetës së besimtarit. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Me vërtet namazi ndalon njeriu prej punëve të këqija edhe prej amoralitetit. Mirë po, kjo me bo shumë namaz, me bo shumë sejdë, çfarë mesazhi ka? E ka mesazhin e përpjekjeve. Si dush më konë mund xhenet bashk, me qenë shoqëruar si jam xhenet bashk, ti dush me luftu veten tënde në punë të mira. Dhe prej më të mira është namazi. Çfarë thot në Kur'an? Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ata që luftojnë, ata që bën përpjekje në rrugën tonë, na kena mësuar ata. Ta pejgamberi sa stem në Hajjatul Wada, al-mujahidu man jahada nafsa. Mujahid është ai I cili e lufton vetën e vet. Bën përpjekje me veten e vet. Pse? Se epshi, nefsi e ka qef dëmbëllukun, e ka qef hazër, e ka qef me etrus dukmën e ka më bo djetar, e ka qef me etrus dukmën e më bo milioner,
I ka qef kështu me dukme, me prekme i ka qef. Kështu ka qef nefsi. Ama ato në sens nuk arrijnë pa përpjekje. E pejgamberi s.a.s. i ia dha mesazhin, edhe me namazit, me shumë namaz, i ia dha mesazhin me bë përpjekje, me luftu shumë vetën, me raskapit vetën, për shkak se ai i cili e lodh vetën, vetja e tij e respekton. Ai i cili ja ban çefin, vetja e tij e nënçmon. Ai që ban çefin bakut të tij, bakun e nënçmon. Nënçmon, me apo çefin bakut, nënçmon, çish nënçmon za xhumë ne ja. Ja ban çefin, haja kët, haja kët, za xhumë pastaj. Të kalon jetën xhumë. Edhe epshet tjera që na i kemi, kështu ja. E pejgamberi s.a.s. ja dha mesazhin tërthozi, ban përpjekje të mëdha për me arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, kemi qenë në xhennet bashkë me mua. Elusim Allahun që Allah të na jep, na mundson Allahu të shëzojmë shancat që na jep Allahu subhanahu wa taala. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allah të na bashkon në xhennet. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.